Projekt ligji për trajtimin shëndetësor të fëmijëve jashtë vendit, kur një gjë e tillë nuk mbulohet nga sistemi ynë shëndetësor, duket se ka marrë mbështetje të gjerë nga qytetarët shqiptar. Pasi për të depozituar në kuvent këtë projekt ligj, janë mbledhur tashmë 30.000 firma nga 20.000 të kërkuara. Të gjitha nënshkrimet e qytetarëve do të dërgohen pranë KQZ-s, i cili është organi që do të kryejë verifikimet e nevojshme dhe do të depozitojë në kuvent projekt ligjin. Shifrat e tregojnë vetë, nuk ka qenë periudhë gjatë me cilën u angazhuam, ka qenë rreth një muaj gjysmë. Menduam që do të ecim me ritme më ngadalta, në fakt ecim shumë shpejt. Është procesi na tregoi që sa më shumë zgjasë, ndoshta çdo ditë prodhonte mbështetjes të rinj, po në fundit kërkesa normative është 20.000 firma, ne jemi tek 30, jemi të mbuluar me në çdo aspekt. Kjo nismë qytetare synon që të gjithë fëmijët e Republikës së Shqipërisë nga 0 në 18 vjeç, të cilët mund të kenë nevojë për trajtim mjekësor jashtë vendit, të mbulohen financiarisht nga shteti shqiptar. Duhet thënë se një mbështetje të madhe ky projekt ligj e ka pasur nga qyteti Korçës, ku e ka dhe fillesat kjo nismë qytetare, pasi vetëm në Korçë janë mbledhur 20.000 firma, ndërsa 10.000 firma të tjera janë mbledhur në qytete të tjera të vendit. 20.000 firma nga Korça. Pjesa e tyre është mbledhur në gjithë Shqipërinë. Tashmë është radha e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për të votuar këtë projekt ligj, në mënyrë që familjet shqiptare të mos kërkojnë më financime dhe donatorë të ndryshëm për të kuruar fëmijët jashtë vendit.